sa më shumë. Urime dhe ju. Bashkë me Presidenten e Republikës Vjosa Osmanin, me Kryetarin e Kuvendit Dimal Bashën, me Ministrin e Mbrojtjes Ejup Maqedoncin dhe me Komandantin e Ushtrisë General Lejtnant Bashkim Jasharin, patëm nderin edhe kënaqësinë që t'i vizitojmë Forcën e Sigurisë Kosovës në prezantimin e armatimit dhe pajisjeve të tyre, që na bëjnë krenar dhe njëkohësisht të ndjehemi të sigurt si shtet, si institucione të Republikës, gjithnjë në shërbim të integritetit territorial, të drejtave të qytetarëve, të sovranitetit shtetëror dhe të paqes e të sigurisë për Republikën tonë demokratike anë kënd. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me Forcën e Sigurisë Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërin anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre dhe e cila u angros zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmën e tyre dhe për mbar qytetarët dhe familjet në Kosovë. Mbi 430 milion euro është investimi në armatim dhe në pajisje në këto 4 vitet e fundit. Më përpara, ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe Revole, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës. Ndërkaq tani është e pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije shtohet, me qenë se tashmë kemi më shumë se 2 fishim të çizmeve në tokë të ushtarëve tanë, por gjithashtu të syve në qiell, për shkak se e kemi pajisur ushtrinë me drona Skydagger dhe TB2 Bayraktar nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e do ta kemi së shpejti edhe fabrikën e municionit, si dhe të prodhimit të dronave made in Kosova. Në veçanti duhet theksuar edhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj jemi në proces që të marrim edhe helikopter Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky është momenti që duhet t'i falenderojmë aleatët tonë, NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na qëndrojnë pranë edhe në pajisje me armatim e municion, por edhe me trajnime të shumta që i përmendi edhe presidentja Vjosa. Janë 4 fishuar trajnimet jashtë vendit, është 3 fishuar buxheti për mbrojtje për siguri dhe ky është një obligim që ja kemi mbrojtjes së atdheut ton, prandaj gëzuar të gjithëve dita e forcës 27 nëntori dhe një falënderim i veçantë për oficerët, nënoficerët, ushtarët e ushtarët tanë, të cilët edhe në ditë festave shërbejnë për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithëve pa dallim. Urime. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Faleminderit shumë.